Në Kosovë moti do të jetë i kthjellë gjatë paradites, ndërsa pasditja do të karakterizohet nga vranësira të herpashershme dhe rreshje të izoluara, kryesisht në jug dhe lindje të vendit. Temperatura minimale do të jetë rreth 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të shkojë deri në 30 gradë Celsius në disa qytete të Fushës dhe Ultësirës. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi verior dhe verilindor me shpejtësi 5 deri në 11 metër për sekond dhe në Lugina parashikohet të arrijë deri në 13 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 14 deri në 29 gradë Celsius, Podujev 14 deri në 28 gradë, Skënderaj 14 deri në 27 gradë Celsius, Pej 15 deri në 29 gradë, Prishtinë 14 deri në 30 gradë Celsius, Gjakov 15 deri në 29 gradë, Malishev 15 deri në 28 gradë, Gjilan 14 deri në 29 gradë, Ferizaj 14 deri në 29 gradë Celsius, Kaçanik 15 deri në 28 gradë Celsius, Suhare 16 deri në 28 gradë, Prizren 15 deri në 29 gradë Celsius.